Horoskopi ditor e premte, 25 tetor 2025, Dashi. Universi lë të kuptohet për përparim në një projekt të planifikuar prej kohësh i cili është gati të marrë formën e tij përfundimtare. Kënaqësi befasuese i presin të lindurit e kësaj shenje të zodiakut. Keni parasysh se besnikëria e partnerit tuaj mund të ndahet midis të afërmëve të tij dhe familjes suaj. Demi, sot mund të ndjeni që shpirti juaj rinor të gjallërohet, megjithatë keni kujdes pasi mund ta gjeni veten duke u përfshirë në një debat me dikë afër jush. Antarët e familjes suaj do të kërkojnë shumë nga koha dhe vëmendja juaj dhe marrëdhënia juaj romantike mund të jetë në ditë të vështira. Binjakët, një mosmarrëveshje financiare me partnerin është në horizont. Përpiquni të mos përfshiheni shumë në kënaqësi materiale të jetës. Sot do të jeni të rrethuar nga përqafimet e ngrohta të familjes dhe miqve. Ju mund të takoni një të njohur të vjetër dhe të shijoni kujtime të këndshme. Gaforia, dashuria juaj do t'ju befasojë me një dhuratë shumë të mrekullueshme. Biznesmenët e kësaj shenje rekomandohet të jenë të qetë pasi problemet financiare që mund të kenë hasur së fundmi do të shtohen. Nuk parashikojnë zhvillime të veçanta në aspektin profesional. Luani, mund të keni një përmirësim në financat tuaja duke ju çliruar nga borxhet dhe faturat e hershme. Dashuria është në ajër dhe ka shans që të lidheni me dikë që do t'ju magjeps zemrën. Në punë dikush mund t'ju jetë duke përgatitur një komplot kundër jush. Bëni kujdes. Virgjeresha, dhimbjet e trupit dhe problemet e lindura me stresin nuk mund të përjashtohen. Bëni kujdes në aspektin financiar duke shmangur huadhënien e parave, ndërsa mund të shfaqen disa pengesa në lidhje me një projekt afatgjat. Mos e humbisni durimin. Peshorja, parashikohet se do të korni shpërblimet e mundit tuaj me të gjitha fitimet si rezultat i djersës dhe këmbguljes suaj. Miqtë dhe të dashurit do të ofrojnë ndihmë kur të keni nevojë më së shumti. Në vendin e punës parashikohet që fati t'ju buzëqesh. Akrepi, sot mund të përballeni me probleme në lidhje me paratë. Çështjet e brendshme familjare do të konsumojnë një pjesë të konsiderueshme të ditës suaj me përgjegjësitë shtëpiake që ju kërkojnë. Parashikohet një ditë e veçantë romantike. Shigjetari, sipërmarrjet tuaja në biznes do të lulëzojnë dhe do të sjellin fitime të mira. Jeta juaj e dashurisë do të ngrihet në lartësi të reja duke filluar me një buzëqeshje nga i dashuri juaj dhe duke përfunduar me ëndra të ëmbla. Nëse keni menduar një ndryshim në karrierën tuaj, ky mund të jetë momenti i duhur. Bricjapi, hiqni dorë nga kokforcia juaj sepse do të gjeni lumturi duke larguar mendimet që ju rëndojnë. Ndani shqetësimet me familjen sepse kjo do t'ju lehtësoj barën, por mbani mend, krenaria shpesh mund të na pengojë të kërkojnë ndihmë, e cila nuk është kurrë rruga e duhur. Rindizni romancën me partnerin tuaj dhe vlerësoni ato ditë të bukura të vjetra të kaluara. Ujori, një ditë me mundësi të mira në aspektin profesional. Miqtë dhe familja juaj do të jenë rreth tuaja, duke ju sjell diell dhe gëzim në ditën tuaj. Jeta juaj e dashurisë do të lulëzojë. Përqafoni bukurinë e dashurisë dhe zhytuni në rrezet e saj shumëngjyrshë. Peshqit, ju mund të përjetoni dhimbjet vazhdueshme të qafës ose shpinës tuaj. Mos i injoroni këto probleme. Pushimi do të jetë shumë i rëndësishëm sot. Horoskopi juaj tregon se një telash i vazhdueshëm financiar ka gjasa të zgjidhet. Këshillohet që t'i kushtoni kohë të mjaftueshme familjes tuaj.